jemi në studio, tani do të flasim për një produkt që besoj është më i përdorshëm në familjet tona, siç është mielli. Pafund gjen terren në pjesën më të madhe të recetave në fakt. Ne si popull jemi edhe e duam brumin, e konsumojmë, kemi pjesë të shumë prej gatimeve tona, është pjesë tradicionale e gjithçkaje që ne përgatisim, si në recetat të kripura ashtu edhe të ëmbla, edhe pse kam përshtypjen që kryesisht jemi tek mielli i grurit apo tek ai i nisrit. Por të dini se sa shumë lloj mielli ndodhen në treg, sa shumë sjell kompania Neranzi çdo ditë dhe se si këto lloj mielli ne mund t'i alternojmë në përditshmëri, jo vetëm për të ndryshuar shijen edhe për t'i dhënë ide gatimeve tona, por për të përftuar gjithashtu dhe të gjitha vlerat e tyre ushqyese që kanë, të cilat do t'na zbuloj Alkend Çuko, i cili është kimist ushqimor, nutricionist dhe mik i Vila 24 çdo javë në këtë studio. Mirëmëngjes edhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Përmendje pothuajse të gjitha, çdo gjë në lidhje me traditën tonë shqiptare dhe është vërtet që ne adhurojmë shumë mielin e bardhë. Pavarësisht se kohët e fundit ai është bërë pothuajse si një armik që nuk është, por që për hir të faktit që njerëzit e kanë konsideruar të tillë, prandaj ekziston dhe kompania Neranzi që sjell mielra të tjerë alternativ për t'i konsumuar dhe për të ndryshuar pak atë shijen klasike të miellit, le të themi. Nëse e marrim mielin si një produkt, ai është një nga produktet më të thjeshta, literalisht një plur i bardhë që të rrëshket në dorë dhe bën receta të ndryshme, kek, petull, byrek etj, pica dhe përveç kësaj është versatil gjithashtu dhe në shije, por dhe në përdorimin e tij. Por ne nuk kemi vetëm mielin e bardhë i cili vjen prej grurit, kemi edhe mielra të tjerë alternativ, të cilët janë edhe shumë herë më të shëndetshëm se ai. Përse këtë do të zbulojmë, prandaj unë kam sjellë me vete gjithmonë edhe më shumë produkte në tavolinë. Dhe gjithmonë më shumë nuk na del koha ti themi të gjitha. Prandaj do nis direkt. Nga më të rëndësishmet, po patjetër. Atëherë do fillojmë me mielrat e thjerrzave, janë ato mielra të cilat realizohen si rezultati presimit ose blurjes mekanike të thjerrzave të drithrave të thjerrzave të ndryshme dhe përftojmë këtë teksturën e ime në formë pluri, ku si rezultat marrim një tekstur mielli, një punueshmëri të tillë si mielli, por me benefitet të tjera nga i miellit. Nëse do lexojmë etiketat mbrapa këtyre paketimeve dhe marrim, supozojmë, mielin e thjerrzave jeshile. Nëse shohim në etiketën e saj, do të vëmë re që ajo ka 116 kalori për 100 gram. Çfarë është një diferencë shumë e madhe në krahasim me mielin klasik, i cili ka përafërsisht 350-360 kalori për 100 gram. Që nga një treta e kalorive. Po pra, pas ka diferencë vërtet të madhe. Madje unë mora mielin e thjerrzave, por nëse do merja mielin e lupinos, ai ka akoma edhe më pak, diku te 60-76 kalori për 100 gram. Çfarë është perfekt për tu përfshirë në muffins, në recetat të ëmbla, mund të bësh pasta me ato, madje mund të bësh kombinime, pra një pjesë miell normal me një pjesë miell prej po, mund t'i alternoj, mund t'i miksosh, domethënë, po. Dhe realizon receta shumë të mira. Përveç kësaj, e kemi përmendur shumë herë që janë të pasura me fibra, janë të pasura me fitoproteina, të cilat janë lehtësisht të tretshme dhe na ndihmojnë shumë me stabilizimin e sheqerit në gjakun ton. Janë miqësore edhe me ata individët të cilët kanë probleme me diabetin, janë miqësore me ata individët të cilët kanë probleme edhe me Hashimoton, e cila është një sëmundje autoimune, gjithashtu edhe me ata individët të cilët kanë probleme me intolerancën nga gluteni sidomos, pra janë shumë të sigurt për përdorimin edhe nga ata të cilët vuajnë nga celiakia, që është një nga sëmundjet autoimune shumë vrasare, le të themi, për ata të cilët e kanë këtë problematik. Aroma, profumi dhe punueshmëria shumë e lehtë. Përveç mielrave të thjerrzave, kompania Neranzi sjell gjithmonë edhe mielrat e drithrave të ndryshëm. Po, siç janë? Siç është mielli i elbit, siç është mielli i tërshërës, siç është mielli i Kë kemi aty? Mielin e mistrit, etj. Pra, një gamë shumë të madhe prej mielrave të drithrave, çfarë nuk na jep vetëm një miell në formë teksture, por na jep ato beta-glukanin, le të themi, siç unë e kam përmendur në rastin e miellit të tërshërës, që është një nga ato, le të themi, fibra, ku në zorën e trash luan rolin e një ushtari. Pra, është një ushtar i cili
kryen një punë të cilën ne nuk e shohim, por ama në ditët në vazhdim, në kohët, në muajt, në vitet në vazhdim, ai na garanton një mbrojtje shumë të madhe nga kolesteroli, nga niveli i sheqerit në gjak, nga mbrojtje nga diabeti, na mbrojtje gjithashtu nga luhatjet e humorit, duke qenë se një zore rreth e shëndetshme na siguron mundësinë edhe për të pasur balancimin e hormoneve leptin dhe grelin, të cilat janë ato dy hormonet për ndjesinë e ngopjes edhe ndjesinë e urisë. Dhe nëse ne nuk i kemi në nivelet e dura këto dy hormone, atëherë patjetër nuk do jemi energjik gjatë ditës, nuk do jemi shumë, le të themi, nivelet e serotoninës nuk do jenë aty ku janë, pra nuk do jemi shumë të lumtur. Prandaj në zora e trashës trurit dytë dhe prandaj mjedra të tillë, siç kompania Nerandi ofron, duhet patjetër të përdoren. Unë zakonisht në regjimin tim ushqimor, madje jo më larg se sot në mëngjes, mëngjesi im nisi me miell tërshëre dhe me disa fruta. Pra, praktikisht një përzierje me miell tërshëre, pak ujë të ngrohtë të valuar për të bërë një formë teksture si buding, le të themi. Pak kos, disa fruta të thata dhe ishte një mëngjes perfekt me të gjitha fibrat, me të gjitha vitaminat, proteinat nga kosi dhe fibrat prej miellit të thjerrzave, të tërshërës. Çfarë e bën shumë praktike, shumë të lehtë dhe gjithashtu paketimet janë shumë të sigurta nga pikpamja e sigurisë ushqimore, duke qenë se edhe kjo është një temë e cila nuk diskutohet shumë fort. Po që është shumë e rëndësishme në fakt se përtej asaj që ofrohet në treg, cilësia është ajo që e ruan apo e shpërbën edhe ja heq të gjitha ato vlerat që ti përmendte një paketimi që nuk vjen në ato kriteret e veta dhe mbi të gjitha në Nerandi me kaq shumë logo sigurie që përsëri janë tregues të një cilësie maksimale. Gjithmonë sa më shumë logo janë indikacion që ky produkt është shumë i sigurt. Në kategorinë tjetër duhet ti shohësh. Kemi bajame pluhur, miell fara të zeza dhe mix pan free në mos jam gabim, jo? Mix pan free është një përzierje e cila është dedikuar apostafat vetëm për individët të cilët janë intolerant ndaj glutenit, por edhe jo vetëm, por teknologjia e prodhimit është realizuar vetëm për këta individ. Që do të thotë janë bërë kombinime të ndryshme mjedrash, të cilët nuk përmbajnë gluten, me agent fryrës, të cilët janë organik 100% dhe jep sigurisht teksturën e një mielli identik si mielli normal i cili është embrioni në rastin konkret. Dhe kur duam të ndërtojmë një bukë me këtë lloj mielli, atëherë na ajo do na fryhet, do formohet të koren një lloj siç bën një bukë normale, ato vrimat e ajrit që si pasojë rezultatit të fermentimit dhe shija do jetë shumë e mirë, nuk do ketë diferencë në rastin e shijes, siç mund të kishim mielli normal edhe mielli mix pan free. Është një cilësi shumë e mirë. Disa mielra të tjerë janë mielrat prej drithrave, prej pseudodrithrave le të themi. Këto janë mielra si mielli i melit, mielli i kuinos apo mielli i hikrës, janë shumë të veçantë. Unë zakonisht përdor mielin e kuinos, sepse është një nga ato pseudodrithrat që ka një sasi shumë të lartë proteinash dhe pra tjetër janë proteina bimore, por përmban 8 nga 9 aminoacidet esenciale që ne na nevojiten për të kryer proceset tona metabolike. Dhe prandaj në kombinim, unë bëj bazën e picave, me qëra fjalla, me mielin e kuinos. Pra, duke kombinuar me pak ujë, me pak të bardhë veze, që të bardhën e vezës, kompania Nerandi e ka në paketimin e shishes vetëm albumin, pa dashur të shpenzoj të verdhën për ta hedhur dëm, dhe e shtroj shumë hollë, dhe bëhet një bazë pice shumë perfekte, shumë ideale, patjetër nuk do ketë ato bordet e fryra si një picë napoletane, por për një regjim ushqimor të shëndetshëm është një alternativë e shkëlqyer. Dhe të treja së bashku, pra mielli i kuinos, mielli i melit dhe mielli i hikrës, duke qenë se janë pseudodrithrat dhe kanë sasi shumë të lartë proteinash, na japin atë efektin termogjenik në momentin kur ne i konsumojmë, duke na bërë që ti konsumojmë ato kaloritë që ti shpenzojmë ato kaloritë që konsumojmë më shpejt se sa do ishim në rastin e një mielli normal. Jemi në limitet e kohës. Jo, nuk e di fare sa kohë kemi. 5 minuta. Okej, perfekt. Kemi kohë, mjaftueshëm të vazhdojmë të japim këshilla dhe sugjerime, po. Janë ideale edhe në rastin e individëve të cilët kanë intolerancë, por gjithashtu ndihmojnë në stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjakun ton, janë ato burime proteinike të cilat mund të konsumohen edhe para aktiviteteve sportive, kryesisht ata individët të cilët merren me palestër, me not, me vrap e tjerë, mund t'i konsumojnë edhe 30 ose 40 minuta përpara aktiviteteve të tyre sportive, duke qenë se
kanë një fraksion të karbohidrateve, por këto karbohidrate janë të tillët, të cilat quhen komplekse dhe treten ngadalë në sistemin ton digestiv, duke na siguruar energji të qëndrueshme. Dhe për këta individ është shkëlqyer sepse gjithashtu marrin atë sasinë proteinike, por gjatë aktivitetit fizik të tyre nuk kanë atë ndjesinë e lodhjes, kanë më pak prodhim të acidit laktik në muskujt e tyre dhe acidi laktik acidi laktik në muskujt është pikërisht një helm i cili prodhohet në momentin e kryerjes së aktiviteteve fizike, duke qenë se frymëmarrja është më e shpeshtë, nuk marrim një lloj frymë sikur ecim dhe nuk marrim një lloj frymë sikur bëjmë aktivitet fizik, pra na vështirësohet dhe mungesa le të themi mungesa e oksigjenit në këtë lloj aktiviteti na prodhon acidin laktik në muskujt, çfarë na bën të ndihemi të lodhur. Dhe produkte të tilla mund të na ndihmojnë për të minimizuar acidin laktik në muskujt tonë. Dhe ne kryejmë aktivitet fizik pa u lodhur. E përkthejmë kështu ndër të tjera. Alken, nëse mund të vazhdosh nëse ke tjetër gjë për të shtuar? Po? Okej. Jo, për mielrat e pseudodritrave jam e zëruar plotësisht. Okej. Mielli i sojes? Po, mielli i sojes. Që është paketimi më i madh këtu në tavolinë, po? Është përsëri një miell shumë interesant. Unë nuk e kam bërë ende pjesë të produkteve të mia, por do ta bëj së shpejti, sepse nuk e kam mbaruar ende ato që kam marrë, por ndryshe nga miellet e tjerë është mielli me sasi më të lartë proteinike, që këto paketime kanë. Që do të thotë, për ata individ të cilët ndjekin dieta vegetariane apo dieta vegane dhe kanë mungesë të theksuar të proteinave dhe nuk dinë se ku ti marrin burimet proteinike sepse le të themi shmangja ose drejtimi drejt produkteve bimore ja vështirëson atyre punën për të marrë sasitë proteinike të duhura, mielli i sojës, ndryshe nga djathi tofu, është ideal për këta individ duke bërë qoftë buk, duke bërë qoftë kek, duke bërë pancakes, mund të bëjnë baza pizzash mund të bëjnë, me qenë se më erdhi në mendje. Gjithashtu mund të përdoren edhe në smoothie të ndryshëm, por paraprakisht duhet gatuar. Pra, duhet tostuar pak para se të përdoret në smoothie të ndryshëm. Dhe i jep atë kremozitetin, gjithashtu teksturë edhe vlerat e lartë ushqyese si fitoproteina, vitamina të ndryshme, e dim që të gjitha produktet bimore janë të pasura me vitamina dhe ato fillojnë nga ato të tretshme në ujë, të cilat janë A, C, B dhe gjithë grupi i B-ve dhe ato të tretshme në yndyrë që janë D, E, K dhe A. Janë shumë të pasura të gjitha. Mielli i bajames nga ana tjetër, siç është edhe mielli se po folëm, i sojës, është gjithashtu shumë i pasur me proteina. Por, ndryshe nga homologët e vetë, ndryshe nga kategoria që unë kam përzgjedhur, është shumë i pasur me acide yndyrore dhe vajra shumë të rëndësishëm. Vjen atë paketim të tillë, është perfekt për dietat ketogjenike, pra nuk ka pothuajse fare karbohidrate, edhe në paketimin në mbrapa tek etiketa mund ta lexosh që sasitë e karbohidrateve janë shumë të pakta. Është shumë i pasur me 21.6 gram është. Është shumë i pasur me vitaminë E, tokoferol, që është një antioksidant shumë perfekt për trupin tonë në përgjithësi, për sistemin imunitar, por edhe për lëkurën, duke qenë se vitamina E është mjeku më i mirë për lëkurën tonë, për të pasur një lëkurë të shndritshme, elastike, për mos të pasur ato rrudha. Herën tjetër, do na sillesh ca produkte vetëm për pjesën estetike. Ishte tema e radhës, në fakt që kishte. Me vërtet, po se e di se shumë, po ka kuriozitet gjithmonë e më tepër për këtë gjë, okej, do ushqemi shëndetshëm, e dim që ai ushqimi i shëndetshëm do të reflektohet. Po ndërkohë na jep sa kështu alternativa që të mund t'i ham, po mund t'i japim dhe fytyrës, mund t'i japim dhe flokë, ku diun si vaj kokosit për shembull, apo çfarë keni ju tek në randi tjetër, që ka shumë duhet thënë. Rastësi, por ishte tema e radhës. Ja, sa bukur zbuluam dhe temën e javës ndër të tjera. Alken, jemi në fund, mund të shtosh dhe një fjali patjetër pa të. Dua të shtoj që mielli bajames mund të jetë pak i kushtueshëm, por nuk është e domosdoshme që ne të gatuajmë plotësisht me miell bajame. Unë për vete miellin e bajames e përdor vetëm në smoothie, 50 gram, 30 gram dhe nuk është me nevojshëm për të shtuar më tepër. Dhe një miell shumë tjetër i rëndësishëm është mielli i farave të zeza. Ne e dim shumë mirë është përbushëm e madhe për farat e zeza, për vajin e tyre që ka veti kurative etj, por pse mos të marrim dhe le të themi post produktet e prodhimit të vajit të farës së zezë, ta konvertojmë në një miell i cili ka sasi fibrash, ka gjitha vlerat e larta ushqyese dhe ato vitaminat, gjithashtu dhe antioksidantët që po vaji i farës së zezë ka, por dhe mielli i farës së zezë i ka. Po ashtu. Alken, faleminderit shumë. Mirë ardhur në studio. Të uroj një ditë të bukur të kesh në vazhdim, të mirëpresim me shumë dëshirë në Villa 24. Ndahemi tani, kjo ishte biseda dedikuar shëndetit dhe ushqyerjes.